Si të veprojmë me familjar që shpifin dhe përgojojnë gjërat të pavërteta. Duhet sillesh ashtu siç është sjell shëmbëltyra njerëzimit. Nuk je as e para, as e mrama që e bën një gjë të tillë. Kanë shpif edhe për pejgamberin alayhi salatu wassalam, ti e din këtë gjë. Për më të mirën e njerëzimit, për ato që Allahu ka zgjedhur për të qenë lidhje mes njerëzve dhe shpalljes, apo mes njerëzve dhe Zotit. Ai që ka bon sabër. E vërteta ka me dalë në shesh. Me ata njerëz të cilët shpifin, nëse mundesh, e para duraj, e dyta, sqarohu me ta, shkollu, çka kanë shpif, a kanë argument apo jo, e treta, fillo me u distancu dal nga dal, nëse janë familjar të cilët e ke obligim me mbajt lidhje farefisnore, mbaj lidhjet me ta atë sa është e kërkuar, për një darsëm, për një vdekje, për një rast të caktuar, e jo ma tepër. Do të thonë, shko dal nga dal, thot populli tu pa tu bon. E rëndësishme me bon sabër. Me bon sabër edhe me ditë që thot një fjalë popullore, friksaju veç për atyne të këqijeve që i ke bon. Për atyne që të ngjesin mos u friksa, se herë do kur da, ka me dale vërteta në shesh.